U festu në Rom 17 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Shteti më i ri në Europë. Merrin pjesë përfaqësues diplomatik të akredituar në Rom, gjithashtu edhe trupi diplomatik i Republikës Shqiptare në Rom dhe Vatikan. Gjithashtu, morën pjesë miq dhe dashamirës së Kosovës dhe përfaqësues nga diaspora. Me këtë rast, intervistuam ambasadoren fuqiplot të Republikës së Kosovës në Rom, zonjën Nita Shala. Zonja ambasadore, si e njeni veten në përvjetorin e 17 të shtetit të Kosovës këtu në Rom? Një mundësi e bukur për të mbledhur dhe për të festuar gjithë të arriturat që i kemi pas këto vite. Për të festu arritjen e madhe të shpalljes pavarësisë të Republikës tonë dhe për të celebru e për të kujtu të gjitha të kaluarën, sfidat e të kaluarës, po edhe gjithë të mira e këtë lirit madhe të cilën e gëzojmë tashmë. Një ditë në cilën reflektojmë edhe për hapat që duhet i ndërmarrim në vijim, që ta fuqizojmë Republikën tonë, ta bëjmë Republikën tonë më të mirë, ta bëjmë Republikën tonë më funksionale, ta bëjmë Republikën tonë akoma më të drejtë. Për mua gëzim të mbledh miqt e Republikës të Kosovës sot këtu në Rom dhe të festojmë së bashku e të ndajmë gëzimin për këtë ditë të shënuar për vendin tonë. Italia, një shtet mik për gjithë hapësinën shqiptare, veçanërisht për Kosovën, si në vitet e 90-ta gjatë vështirësive të luftës, por edhe në ngritjen e shtetit të ri të Kosovës. Cili është kontributi italian në ngritjen e shtetit të ri të Kosovës? Ashtu si që theksova edhe në fjalën time për shëndetëse ditën e sotme, italianët i kemi popull mik. Na janë gjetur në ditë të vështira. Generali aktuali i forcave të armatosura italiane, Portolano, generali Portolano, ka qenë personi kyç i cili udhëhoqi ekipin që bëri hyrjen e parë në Kosovën e pas luftës për të siguruar dhe paqe dhe për të garantuar siguri për gjithë secilin qytetar të Republikës. Kontributi italian në Kosovë shkon përtej fushës mbrojtjes, edhe në aspektin e bashkëpunimeve që kemi, si në fushën e sistemit të drejtësisë, të institucioneve të sistemit të drejtësisë, po edhe tematika tjera që shkojnë përtej kësaj. A mund të bëhet edhe më shumë? Patjetër që po. A mund të afrohemi edhe më shumë si në aspektin ndërpersonal, si në aspektin akademik, si në aspektin ekonomik me popullin italian? Patjetër që po. Dhe në fakt, Ambasada e Republikës të Kosovës në Itali ka për detyrë dhe ka si synim kryesor fuqizimin e këtij raporti dhe thellimin akoma më tej të njëjtit. Përveç se për marrëdhëniet me Italinë, mund të flasim dhe për diasporën shqiptare kosovare këtu në Itali. Sa emigranta të Kosovës ka në Itali? Flasim për rreth 50.000 qytetarë tanë të cilët jetojnë në Itali, pa ata rastin të takoj disa nga ta në festimet që bën me rastin e 17 vjetorit të pavarësisë të Kosovës. Takova qytetarët bashkëdhetarët tanë në Montebelluna, festuam, kujtuam të kaluarën e sfidat që na kam përcjell ndër vite, dhe ishte impresionante fakti që fëmijët vegjël recituan në shqip, u veshën me teshat kombëtare më të bukura tonat dhe kërcyen vallet më të bukura shqipe. Të njëjtën gjë, të njëjtën ndjenjë pata dhe në takimin që zhvillova me diasporën tonë në Leko, në veri të Italisë, sërish edhe atje një komunitet shumë integruar, qytetarë tanë të cilët kanë gjetur një hapësirë për të zhvilluar akoma më shumë, por pa harruar rënjët e pa harruar Kosovën e tyre, dhe gjithmonë duke kujtuar e duke i festuar e celebruar si gjuhën tonë të bukur, ashtu dhe kostumet tona, vallet tona e traditat të cilat i kemi të trashëguara ndër shekuj. Sikur se dihet nga historia, Kosova ka lidhje
dhe me Romen e lashtë, masi disa perandor të rëndësishëm të Romës vinin pikrisht nga Kosova Ilirike apo Dardania, ku veçojmë Justinianin, krijuesin e të drejtës romake apo Justiniane, kodi i parë civil në rang botnor, dhe pikrisht i lidhun me kanunin zakonor shqiptar, të cilin Justiniani e mblodhi dhe e përpunoi gjatë periudhës që qëndroi në Dardani dhe Iliri, e cila vërtetohet dhe me pllakën e shkrume që u gjet një vit më parë në afërsi të Prishtinës, ku shkruhet Justiniani Dardan. Ju si juriste, si e njeni veten në këtë rast? A ka pika lidhjet? I kemi kontribu njerëzimit ndër shekuj. Dhe e veçanta jonë është që kemi talente. Kemi njerëz të cilët na kanë nderuar, po na nderojnë edhe aktualisht me punën e tyre, me dedikimin e tyre, me profesionalizmin, me nivelin e lartë etik të cilin e manifestojnë në çdo veprim të tyre. Marrim e japim se gjeografikisht jemi afër me Italinë. Marrim e japim historikisht me popullin italian, për shkak edhe të disa karakteristikave të përbashkëta që i kemi si popull. Humanizmi është një vlerë që na bashkon të dy popujve. Vlerat të tjera të cilat mishërojnë edhe parimet e demokracive të konsoliduara janë gjithashtu pik bashkimi për të dy vendet tona. Kështu që si rrjedhoj nuk është e habitshme dhe nuk janë thjesht kauzale këto personazhe të cilat i hasim që në aspektin historik, po edhe në kohën moderne, realisht në të realitetin ndërkombëtar. Jeta është e lidhur veçanërisht me ekonominë, sidomos për ekzistencën e një shteti, sikurse ai i Kosovës. A ka bashkëpunim dhe sipërmarrje italiane në Kosovë? Sa i takon ekonomisë, po punojmë që t'i fuqizojmë raportet ndër ekonomike. Pak muaj më parë, kishim në vizitë me homologun e tij këtu në Itali, ministrin Faton Peci, ministrin e agronomisë, të dhe dakorduan me njëri tjetrin hartimin e një protokolli bashkëpunimi që do të lehtësoj bashkëpunimin mes bizneseve në fushën e agronomisë. Një pikë nisje shumë e rëndësishme sa i takon bashkëpunimeve të karakterit të alimentacionit mes dy vendeve tona. Në sektorin e teknologjisë informative, po shifet që jemi vend i cili prodhon talente. Si rrjedhoj gjithmonë më shumë ka interes për ndërmesve italian që të punojnë, që të investojnë në shtetin tonë. Çka është e rëndësishme është që këto vitet e fundit është punuar shumë që të fuqizohet ekonomia. Kemi një rritje ekonomike pothuajse 4% në secilin vit konsekuent këto 4 vitet e fundit. Kanë hyrë në fuqi politika publike sa i takon çështjeve të ekonomisë që nxisin investitorët e huaj që të investojnë në Kosovë, si dhe lehtësojnë bashkëpunimin ose krijimin e bashkëpunimeve mes bizneseve në të dy vendet. A është mjaftueshëm? Jo domosdoshmërisht. A duhet punuar më shumë? Patjetër që po. A është qëllimi imi që të punoj në këtë aspekt? Domosdoshmërisht. Dhe në fakt e radhës është një takim që do të mbahet në dhomat e Senatit italian, pikrisht për të informuar mbi potencialin ekonomik që ka Kosova dhe potencialin për të investuar në Kosovë ose për të afruar me bizneset e Kosovës. Pak kohë më parë jam kthyer nga takimi që pata me presidentin e rajonit të Lombardisë, një rajon i cili ka një GDP prej 400 miliard eurosh, GDP-n që praktikisht e barazon me top 10 e Bashkimit Evropian, dhe me të njëjtin dakorduam në organizimin e një forumi të biznesit mes Kosovës dhe rajonit të Lombardisë, pikrisht për të parë këto hapësira në të cilat do të mund të takoheshin sektori ekonomik i dy vendeve tona.
Na ju